Përshëndetje të nderuar miq, do të flasim për atë që ka qenë kryefjale ditëve të fundit, edhe në një pjesë të medjave, se në një pjesë tjetër nuk ka zënë hapësirën ndoshta që meritonte, ndotjen e Vjosës. Kemi të ftuar zotin Olsi Nika, presidenti e Ekolbenia, ekspert në biolog në vlerësimin e cilësisë së ujërave. Zoti Nika, përshëndetje dhe faleminderit shumë. Përshëndetje, faleminderit juve për ftesën. Kishim rastin për një panoramë përgjithshme brenda pak ditëve, zjarr në Vlorë, djegjen e plerave, ndotja e Vjosës, ndërkohë që sot para pak minutash një tjetër lajm nga Vlora, një ndotje që u denoncua nga zona e njohur si Rapi deri tek Vila, derdhje të detergjentëve dhe të vajrave nga bizneset në det, në kulmin e sezonit turistik. Çfarë nuk po shkon? Po, në këtë të fundit nuk di që t'ju them. Betet patjetër në ndërgjegjen e bizneseve private kjo gjë, sepse ju të keni parasysh që shteti nuk mund të rri me shkop në dorë aty gjithkohës, për të hyrë së vërtetës. Ndërsa në rastin e Vjosës kjo është diçka periodike, nuk është se është një rast sporadik që ndodh. Tani kanë fjalën për ndotjen nga hidrokarburet. Pra është një ndotje periodike, nëse i referoheni edhe medjave të tjera, ju do ta shikoni që ka pak 6-7 vitet e fundit që është një problem të cilin dhe ne kemi pas evidentuar me kohën, por përpjekja jonë atëhershme sigurisht që ka patur më shumë fokusin te mos ndërtimi apo mos lejimi ndërtimit të hidrocentraleve, sepse ajo pasaj do të ishte një ndërhyrje e pakthyeshme, ndërkohë që ndotja patjetër që është një ndërhyrje e qëndësishme, e rëndësishme, por që patjetër mund dhe të rehabilitohet me kalimin e kohës. Ajo që dua të theksoj është që ajo çfarë ne kemi raportuar edhe në media është pjesë e një gjëje më të madhe, pra nuk është vetëm një rast i ndotjes nga nafta në një zonë të caktuar të Vjosës, por parku kombëtar i Vjosës tashmë më shumë se 2 vite e gjysmë i shpallur si i tillë, edhe pas hartimit të planit të menaxhimit, nuk ka ende një menaxhim efektiv në terren. Dhe ajo çfarë ne jemi munduar të bëjmë është të evidentojmë ku janë presionet mbi parkun kombëtar të Vjosës, dhe nuk është 1 dhe 2 siç janë kjo pjesa e naftës që ju keni parë kohët e fundit, por janë 200 presione në distancë nga zero, pra nga brenda parku deri në 2 kilometër. Mund të themi që këto presionet për ta përkthyer pra 200 raste episode të ndotjes. Patjetër, këto 200, më saktësisht 198, ne jemi munduar që t'i kategorizojmë pra në 5 kategori kryesore. E para është patjetër industria nxjerrëse përpunuese që shihet si një presion ndaj vlerave të ruajtjes së natyrës për parkun, dhe këtu hyn jo vetëm nafta, por nafta është kryesore, pra nafta, gazi, minerat e bitumit që janë përgjithsisht të përqendruara në zonën e mesme të lumit, dhe janë një nga presionet kryesore, jo për shkak të shfrytëzimit të tyre, më tepër se sa për shkak të keq menaxhimit të mbetjeve që dalin nga kjo industri. Dhe rasti i naftës është një prej tyre. Një tjetër aspekt apo kategori është marrja e inerteve nga lumi, që gjithashtu është një problem, ndoshta jo aq signifikativ për Vjosën, duke qenë një lum me një dinamikë më të madhe, por që është një problem dhe nuk duhet të ndodhë në një park kombëtar. Dhe nuk janë 1 dhe 2, dhe aty janë rreth 17 kompani që ende vazhdojnë të marrin inerte, edhe pse në gjithë dijenin ton kanë shprehur një vullnet që duan të ndalojnë këtë aktivitet, edhe patjetër do duhet të restaurojnë edhe zonën më pas. E treta është ndotja apo po themi menaxhimi i mbetjeve të ngurta, por edhe të lëngta, pra ujërat e zeza apo ujërat e patrajtuara që derdhen në lum, edhe mbetjet e ngurta urbane, flasim këtu për ato mbetje plastike, që të gjithë e dinë është një fenomen i përhapur në Vjosë, dhe kjo vjen edhe prej keq menaxhimit, por edhe ato vend grumbullimet e caktuara nga bashkitë në luginën e Vjosës sigurisht janë në vende të papërshtatshme sepse janë në zonën dinamike të lumit. Dhe ne i kemi evidentuar edhe këto në raport. Tjetra është marrja e ujit, e katërta pra është marrja e ujit. Dua të theksoj këtu që nuk jemi kundër përdorimit të ujit, sepse uji nga Vjosa do merret qoftë për bujqësinë, qoftë për atë industrinë e lehtë përpunuese, apo qoftë edhe për nevojat e konsumit të qytetarëve që jetojnë përgjatë luginës. Pra, nga ato burime do merren, por
mënyra se si merret dhe po themi mos pasja e një baze të dhëna është sa ujë merret, sa devijohet, sa kthehet në vjo, sa nuk kthehet më fare. Pra të gjitha këto do duhet që të kenë një qasje gjithëpërfshirëse dhe ndryshe, sepse në fund pasaj krijojnë një presion në funksionimin e ekosistemit. Dhe në fundit fare është turizmi. Ne gjithmonë kemi qenë promotorët dhe promovues të turizmit të qëndrueshëm në vjosë dhe gjithmonë kemi ngritur argumentin të cilit i qëndrojmë, që shpallja e vjosës parkombëtar mund të sjellë përfitime përmes turizmit të qëndrueshëm, edhe pse turizmi ende nuk shfaqet si presion sot që flasim në vjosë, ose si një presion i qëndrueshëm, do duhet që tani të vendosen në shinat e kontrollit, në shinat e monitorimit, që të mos dalë pastaj nga kontrolli dhe të kemi një kioskëzim, po themi, për gjatë gjithë lumit të vjosës. Pra këto janë ato 5 presionet kryesore, sigurisht ka dhe të tjera të aspekteve të ndotjes gjenetike, të bimëve aliene invazive, pra plantacionet që vendosen për gjatë lumit të vjosës me bimë të huaja, që nuk lejohen në një park kombëtar, apo edhe ndotje gjenetike që mund të vinë nga kultivime të ndryshme të qoftë të bimëve, qoftë të peshqve apo edhe të kafshëve, që janë gjithmonë minore, por që në raport me ligjin për biodiversitetin dhe në raport me faktin që është një park kombëtar, dhe këto aspektet do të duhen të merren parasysh. Por e theksoj, janë më minore. Zoti Nika ju thatë që për rastin e Vlorës, që u denoncua sot, që mbetet në ndërgjegjen edhe të bizneseve, sepse shteti nuk mund të rinë që kanë mbi kohë. Po tek rasti i vjosës, po ashtu ju thatë që ka 6-7 vite kjo situatë me hidrokarburat, nuk është e re. Po çfarë është bërë gjatë këtyre 6-7 viteve nga institucionet e kanë fjalën? Shko, edhe rasti i Vlorës mos ta keq kuptoni mesazhin. Pra gjithmonë është ndërgjegja e biznesit duhet jetë e para, sepse nuk mund të vësh një polic për çdo biznes. Kjo është ajo që duhet kuptuar. Dhe në këtë aspekt unë nuk po them se dua të fajsoj biznesin apo shtetin. Edhe në rastin e vjosës, nëse do t'i përgjigjem me një fjalë, asgjë nuk është bërë. Por pse nuk është bërë? Sepse duhet të ndalemi një çik këtu. Dhe kush duhet të ndarë një çik përgjegjësinë. Patjetër që në rastin e naftës, po themi, sigurisht ajo është e paligjshme të ndodhë edhe nëse vjosa do ishte park kombëtar. Pra, nuk mund të shkarkosh në një përrua mbetjet e hidrokarbureve. Dhe patjetër që është Agjencia Kombëtare e Mjedisit, Inspektoriati i Mjedisit që do duhet ta trajtojnë këtë gjë. Fakti që është park kombëtar hyn lojë dhe një institucion tjetër, që është Agjencia për zonat e përfituara. Apo në rastin e vjosës, zyra e administrimit të parkut vjosës, që është një institucion i krijuar rishtas, posaçërisht për të menaxhuar parkun. Pushteti lokal gjithashtu ka një rol, por nuk janë vetëm këto, edhe biznesi vet do të duhet që të kuptojë, do të duhet që të ndërgjegjësohet që nuk funksionon gjëra që merret dhe hidhet aty për të minimizuar kostot. Pra duhet depozituar në vende të caktuara, të cilat janë caktuar si të tilla konform një plani, konform një studimi të ndikimit të mjedisit etj. Por edhe shoqëria, dhe ajo do duhet të ndërgjegjësohet, dhe ajo do duhet të ngrejë zërin, duke përfshirë edhe ne të shoqërisë civile që do duhet të dialogojë më shumë me kompanitë, më shumë me shtetin, do duhet të ngrejë më shumë zërin. Pra, menaxhimi i parkut vjosës apo edhe një fenomeni si ai i Vlorës kërkon, besoj, vëmendjen e të gjithëve, kontributin e të gjithëve, dhe patjetër që roli i shtetit është më i rëndësishëm, por nuk ja del dot i vetëm, këtë dua të them, pra ky është mesazhi. Ajo që ju keni në plan tani në vazhdim për pjesën e ndërgjegjësimit dhe aktivizmit? Po, sigurisht ne kemi punuar për rreth 12 vite për të arritur në shpalljen e vjosës si park kombëtar. Gjithmonë jemi munduar që të evidentojmë, argumentojmë pse është i rëndësishëm ky park kombëtar, dhe më në fund edhe vendimarrja pra qeveria është bindur dhe ka shpallur një park të tillë, por ajo që ne duam është mos jetë një park në letër. Dhe edhe ky raport i vlerësimit të presioneve pikërisht këtë synon, që t'i rievidentojmë edhe një herë, sepse të gjitha këto nuk është se nuk kanë qenë të evidentuar. Ato janë pjesë e planit menaxhimit të parkut vjosës, që është një nga dokumentet udhërrëfyes se si duhet menaxhohet parku, madje ka dhe afate se kur presionet e caktuara do të duhet të rregulloheshin, por sigurisht jo e parë në këtë vështrimin e ndikimit të drejtë për drejtë, e cila ajo është një krim mjedisor, pra e ka edhe aspektet e kodit penal, pra ndotja në atë lloj feje. Dhe ajo që ne synojmë është që të ketë një menaxhim efektiv të parkut,
Dhe patjetër që ne shtrim dorën e bashkëpunimit, pra nuk është se jemi vetëm kritik në këtë pikë, po i shtrim dorën e bashkëpunimit dhe institucioneve për aq sa ne mund të kontribuojmë, ashtu siç kemi kontribuar edhe në shpalljen e parkut, edhe në hartimin e planit të menaxhimit. Pra kjo është një gjë që na përket gjithëve, nuk diskutohet dhe ne na përket edhe më shumë sepse nuk duam të dukemi sikur sa u shpall tani dhe tani le ta marrë qeveria të bëjë çfarë do. Jo. Të gjithë kemi përgjegjësi dhe të gjithë duhet bashkëpunojmë. Pikë. Kjo është e para, pra menaxhimi i parkut në mënyrë efektive dhe ky është një nga synimet tona afatmesme. Së dyti është zgjerimi i parkut. Parku duhet të përfshijë edhe lumenj të tjerë me rrjedhje të lirë, edhe patjetër edhe një pjesë të rëndësishme që është delta e lumit të Vjosës, pra gjithë ajo zona e deltës ku lumi mbërrin në det dhe jo kanali ku lumi mbërrin në det, por gjithë hapësira aty, e cila është pjesë integrale e ekosistemit të Vjosës. Dhe synimi i tretë, që gjithashtu është janë synime mbi të cilat ne jemi duke punuar, pra nuk janë thjesht ëndra, është shpallja edhe e pjesës greke të lumit si një park kombëtar, pra përfshirja në të njëjtën kategori mbrojtje, dhe ne në këtë aspekt po punojmë ngushtësisht qoftë me pushtetin lokal në zonën apo në qarkun e Epirit në Greqi, që përfshin disa bashki, por qoftë edhe me nivelin qendror në Athinë apo edhe me kolegë dhe partnerë tanë, organizata partnere, për të arritur në këtë pikë. Pra vizioni është një park efektiv, unik, ashtu siç vetë lumi është, pra një park ndërkufitar kombëtar. Të falenderoj shumë për bisedën. Faleminderit edhe juve.